Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Vigjëreshës. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi i juaj quhet gjyshi, ndryshe perandori. Të dashur, ka ardhur koha sikur të vendosni struktura të qarta, të dashur Vigjëresh, të marrin përgjegjësi për çfarëdo që të jetë. Dhe të jeni udhëheqës jo duke komanduar absolutisht, por duke qëndrueshëm dhe i besueshëm, duke udhëhequr. Kjo do të jetë komandues. Jo duke komanduar, udhëheqës në fakt. Dhe absolutisht i besueshëm. Krijo rend aty ku ka kaos dhe mendo me logjik para se të veprosh. Çfarëdo që është nevoja për të ndërhyrë tani të dashur Vigjëresh, qoftë për veten apo për rrethin aty, për familjen, për të dashurit e juaj, të rregulloni apo të sjellni paqe e qetësi në këtë kaos të çfarëdo lloji qoftë ky. Duhet të japësh siguri për veten, por dhe për të tjerët. Koha është për të ndërtuar diçka që zgjat, jo t'i bëjmë sa për t'i mbaruar tani dhe pastaj prapë të na shfaqen si shqetësim apo problem më vonë.